E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV, këtë herë për të ndaluar tek dy goca, dy personazhe që siç duket po bëjnë një luftë virtuale. Tani nuk e dim në qoftë se kjo luftë vjen nga Egli apo nga Xheneta, po lufta siç duket vjen nga ajo e dyta që pozon njësoj si e para. Që nga përfundimi i Big Brotherit, më duhet ta elaboroj këtë çështje, do të thënë respekt për të dy vajzat. Që nga përfundimi i Big Brotherit, Xheneta ka qenë ajo që ka thënë mendimin hapur, ka folur hapur nëpër media, ka folur troç nëpër televizione, ndërsa Egli nuk ka komentuar fare në raport me Xhenetën, të paktën qoftë edhe publikisht. Edhe në momentin kur Xheneta preferoi që të futet në shtëpinë e Big Brotherit në Shqipëri, për të bërë një surprizë në një farë mënyre siç ishte me lojën e mos reagimeve kundër drejt gjestit, ajo nuk, do të thënë Egli ishte mbështetja dhe qëndrimi afër gjestit dhe Rozana në atë momente, por siç duket, lufta virtuale mes të dy gocave qëndron akoma dhe pikërisht bëhet fjalë për këto dy fotografi që ju shikoni aktualisht në videon time. Në qendër të vëmendjes janë Xheneta Fetau, ish konkurrente Big Brother VIP Kosova 3 dhe Egli Tako, ish banore e Big Brother VIP Albania 4. Shkak janë bërë disa poza të fundit të Xhenetës, të cilat sipas fansave të shumtë të Eglit, duken si një kopjim i pozave tipike të Eglit Takos. Kjo ka nxitur një rrjedh komentesh dhe akuza drejt Xhenetës. E veçanta është se të dyja janë aktualisht pjesa e programit e diel në Top Channel, megjithse punojnë në rubrika të ndryshme, duke bërë që ky debat të merr vëmendjen edhe më të madhe. Kur u përball me këto akuza, Xheneta vendosi të reagojë. Përmes një story në Instagram, ajo hodhi poshtë të gjitha spekulimet. Ajo publikoi një kolazh me fotot e saj dhe shkroi: "Duket se edhe pozat që kanë pronë tashmë. 6 muaj që po bëj foto kështu, por hajt se është koincidencë, thot Xheneta. Zblej komente, skrijoj fake akonte dhe smere me askënd. Mos më përfshini në dramën tuaj, unë s'kam nevojë për llogari fake për të ekzistuar puçi puçi." Do me thënë Xheneta, siç duket, këto fjalët ja thot Eglit sepse edhe në e diel në trotuar, Xheneta pati thënë që Egli nuk ka fuqin që të përballet me mua direkte, por flet pas meje në për koridore. Tani, këto gjëra që i thot, zblej komente, sipas Xhenetës Egli blen komente, krijon akonte të rejshme, merret me Xhenetën dhe thot mos më përfshini në dramën tuaj, nuk më duhet thot llogari e rejshme për të ekzistuar puçi puçi. Mesazhi është i qartë i saj që ajo mohon që po imiton dikë, duke theksuar se ka përdorur këto poza edhe 6 muaj më herët. Por Egli ka vendosur që të jetë i qetë. Në fakt mua më befason pak qetësia e Eglit sepse është e qetë në gjithçka. Egli deri më sot nuk ka dhënë asnjë lloj deklarate rreth gjithçkaje që është folur, ndërsa Xheneta është më e drejtë për drejtë. Tani nuk e kuptoj pse ndodhen kjo lufta mes Xhenetës edhe Eglit aktualisht edhe akoma, derisa Egli nuk komenton fare dhe fansat kanë të drejtën e tyre të hamendsojnë, të bëjnë editime, të bëjnë krahasime derisa je një figurë publike me patjetër, por ndoshta Xheneta ka përzgjedhur në jetë që të jetë goditse apo e drejt për drejt në mendimin e saj me fansat. Dua ta marr mendimin tuaj, pse ndodhen kjo luftë virtuale mes të dy gocave.